Malala, vajza pakistaneze që u bë legjend. Ju si thoni, njerëzit lindin të tillë apo jo? Dëgjojeni me vëmendje këtë histori, sepse kjo histori që do t'ju tregoj sot është vërtet te I kalon çdo imagjinat njerëzore. Malala Yousafzai ka lindur në një fshat të vogël të Pakistanit. Duhet të dini që talebanët në Pakistan nuk I lejojnë vajzat që të studiojnë. Femrat, gjinin femërore nuk I lënë që të studiojnë. Dhe ajo që e vogël, duke qenë edhe një vajzë e një mësuesi, sepse jati saj ishte mësues, ndërsa nëna njeri normal, pra edhe pse dëshironte shumë të studionte, por studionte në fshehtësi. Dhe Malala ishte rritur me këtë ndjenjë, pra me ndjenjën e etjes për dije. Dhe duke që e vogël, duke studiuar, kërkonte që të shikonte se si mund të este jeta e saj, se si mund të shkonte në universitet. Ishte e pamundur. Merreni me mend, ajo u bë blogere që 10 vjeçe dhe kur ishte 11 vjeçe bëri diçka që do mbeteni pa fjalë. Si gjithmonë kush është rastësisht dhe nuk e ka bërende, bëjini like faqes nëse jeni këtu rastësisht dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Kur ishte 11 vjeçe, ajo krijoi në vitin 2011-2012 krijoi një blog ku shkruante me një pseudonim. Askush nuk e dinte që ishte kjo, as jati vet. Dhe I shkruajti BBC-s në fshehtësi. I shkruante në fshehtësi duke treguar të gjitha problemet e një vajze të vogël. E vajzave në përgjithësi, po e një vajze të vogël. Sepse duhet të dini që vajzat që të reja, që në moshën 7, 8, 10, 12 vjeçe I martojnë. Dhe ajo kishte frikë se mos e martonin. Dhe nga frika pse mos e martonin, po tregonte edhe të gjitha problemet që kishte për femra, për vajzë dhe për të gjitha këto që ju thash që donte të studionte, ajo shkruajti BBC-s. Dhe zëri I saj u bë jehon, por nuk e mendonin BBC që kjo ishte një vajzë dhe një vajzë e vogël për më tepër. Me kalimin e muajve filloi që ky shkrim të bëhesh legjend. Pra në të gjithë rrjetet filloi që të përhapej pafund në vitin 2012. Dhe në vitin 2000, pikërisht në fund të vitit 2012 e qellojnë në kokë. Dhe menduan se e vran. I qelluan me një breshëri, por menduan se e vran dhe ajo e gjetën disa fshatar të zonës, e morën dhe e çuan tek jati. Nuk e çuan në spital, por e çuan tek jati. Dhe pas disa orëve e çuan në spital, e morën, e kuruan dhe më së fundmi ajo mundi që të shpëtonte. Të gjithë ata që kishin projektuar këtë vrasje menduan se Malala do mbetej aty, pra do bllokohej në vetvete dhe nuk do fliste më. Por gabim, sepse pikërisht në atë kohë një nga zëdhënësit e BBC-s gjendej pikërisht në Pakistan dhe u dha urdhër, televizioni I dha urdhër stafit që të shkonin të merrnin Malalën. Shkuan tek jati dhe jati në fshehtësi natën e ka çuar tek makina e këtyre. E morën dhe e çuan në Londër. Aty e kuruan, e mbajtën dhe Malala bëri një diçka që se kishte bërë askush deri në atë moment. Në vitin 2014 Malala bëri në vitin 2013, më falni, bëri një lidhje direkte në internet me të gjitha vajzat ku gjendeshin, vajzat e reja, ku gjendeshin të shpërndara në botë. Vajzat e reja që kanë lindur në Pakistan dhe në ato zona ku I ndalojnë që të studiojnë. Duke u folur pikërisht pra për formimin, për dijen, për etjen për dije. Me kalimin e muajve I dhan një çmim, pra çmim internacional dhe e ftuan në Amerikë për të bërë një konferencë. Në vitin 2014 e ftuan që të bënte konferencën në Amerikë dhe bëri një lidhje direkte. Pra lidhje në mbar botën gjithmonë në blogun e saj dhe atë mbrëmje I kanë dhënë çmimin Nobel në surprizë. Vajza që ishte rritur në një fshat të vogël
të Pakistanit me etje të madhe për dashuri u bë legjend. Sot Malala Yousafzai është një nga zërat më të rëndësishëm të vajzave që përdunohen, të vajzave që shtypen dhe të vajzave që u ndalohet që të studiojnë jo vetëm nga talebanët, por në të gjitha vendet e humbura ku të paktën në vendet ku ka më shumë këto kultura që nuk duan të bëhen të zgjuara, nuk duan që të jenë më të zgjuara se sa mashkulli. Me këtë kulturë të epokës së gurit, si thot ajo, pra e thot Malala, ku vazhdojnë ende sot që ti mbajnë nën kontroll, jo vetëm këto vajza, por edhe gratë në përgjithësi, dhe ti shtypin, ti ofendojnë, ti vrasin, dhe zëri i një vajze ose një gjinie femërore nuk ka rëndësi sa zëri i një mashkulli, sepse sipas tyre mashkulli është ai që duhet të vendos. Kështu që Malala Yousafzai e shkruajti vetë historinë, sepse ajo përveç se çmimeve që ju dhan, pra çmimi internacional, çmimi Nobel, por edhe shkoi në universitet, studioi dhe sot është një nga përveç se është një nga njerëzit më të rëndësishëm, si thash, të vendeve të Pakistanit dhe vendeve arabe ku shtypen këto vajza të reja, por është një nga bëri diçka që dëshironte. Pra bëri atë që ajo donte të ishte dikush dhe të bënte karrierë në dituri, sepse ajo ishte gjëja më e rëndësishme për të. Pra pikësynimi ishte të ishte e zgjuar dhe të kishte dituri. Dhe tashmë ngre flamujt të gjithë kombeve dhe do ta shikoni që me kalimin e kohës Malala Yousafzai do bëhet jo kaq sa është deri tani që e njohin, por jo shumë, por do bëhet zëri më i rëndësishëm i vendeve arabe. Mbajini mend këtë fjalë që po ju them sot. Kështu që do të dëshiroja një komenti tuaj, çfarë mendimi keni për këtë historinë e Malalës dhe për këtë gëzhoj që ajo ende e mban me vete. E mban të varur një gëzhoj, pra gëzhoja që të plumit që qëlloi, mban ende të varur gëzhojën që e qëlluan. Është një histori e dhimbshme, por shumë inkurajuese, sepse kjo tregon forcën e dijes, forcën që siç e kemi thënë, dija është pushtet. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni? Kalofshi një ditë të bukur dhe punë të mbar sot. Ju përqafoj Shqipe. Respekt.